Ushtria e Iranit kërcënoi të dielën se do të mbyllte plotësisht ngushticën strategjike të Hormuzit, nëse presidenti i SBA-s Donald Trump godet termocentralet e vendit. Trump i ka dhënë Iranit 48 ora fat për të rihapur ngushticën, e cila është mbyllur që nga fillimi i luftës, së nisur që prej 28 shkurtit, kur SBA dhe Izraeli nisën të bombardonin Iranin. Nëse kërcënimet e Shteteve të Bashkuara në lidhje me termocentralet e Iranit zbatohen, ngushtica e Hormuzit do të mbyllet plotësisht dhe nuk do të rihapet derisa të rindërtohen termocentralet tona të shkatruara, thuhet në një deklaratë të komandës operative. Ushtria tha se do të godiste gjithashtu qentralet elektrike, infrastrukturën e energjisë dhe të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit të Izraelit, së bashku me termocentralet në vendet rajonale që presin baza amerikane dhe kompanitë me aksionar amerikan.